pyetja tjetër është duke menduar për Shqipërinë në përgjithësi, cilat janë sipas jush problemet kryesore. Allora, professore, se lei sta vedendo il tabellone, ci può anche dire le cifre? Un attimo, Vetëm një moment, ju lutem. Ok. Po. Stiamo parlando della crisi economica, diciamo dello scenario sociopolitico nazionale. Skenarin sociopolitik në këtë moment. Mund të shohim se mendojmë se sipas Shqipërisë në përgjithësi. Secondo lei, questa è la domanda che è stata posta, le principali problemi del cilat janë problemet kryesore të vendit? Kriza ekonomike e inflacionit, siç mund ta shihni, është ajo që tregon edhe numri më të lartë, që është 18.9%. Quindi siamo quasi al 19%, è comunque un problema che është një problem i cili shfaqet edhe në të shkuarën, që ka pasur edhe në kërkimet të mëparshme që kemi bërë, një situatë, një problem aktual që vijon, por do thëja jo vetëm për Shqipërinë. Mungesa e punës, kemi 15%, kjo është një problem që ndihet shumë përsa i përket në anën shqiptare që janë pensionet e ulta që janë 13.2%, emigrimi 11.3%, e kemi parë edhe në zgjedhjet e mëparshme kur kemi dalë në zgjedhjet lokale, korrupsioni 10.1%, varfëria 9.7%, pagat e ulta 7.7%, la criminalità iniziamo a scendere, criminalità e sicurezza, kriminaliteti vijon duke ulur, sono 3.4, infrastruktura 3.4%, kriza politike vijojmë me 2.8%, andiamo poi con il cattivo governo 2.1%, qeverisja e keqe 2.1%, cultura e turismo 0.9%, 0.9%, duhet të them, në këtë periudhë, ajo që kemi vënë re, kemi parë dhe në Itali një rritje, kemi parë ne të paktën vediamo un incremento sulla parte turistica, në rritje në turizmit edhe lëvizje nga Italia drejt Shqipërisë në krahasim me vende tjera. Lufta ruso-ukrainase nuk sepse ndikon shumë në 0.6%. Okej, atëherë kalojmë tek slajdi tjetër, i cili është po ashtu që lidhet me skenarin shoqëror dhe politik kombëtar. Pyetja e radhës është nga opsionet e mëposhme, cilat mendoni që janë më shqetësuese për momentin. Shikojmë që mbetet inflacioni dhe rritja e çmimeve në vend parë me 32.1%, rrogat e ulta dhe pensionet e ulta është interesante se del në të dy temi pyetjet, 30.1%, mungesa e punëve të paguara mirë, papunësia 14.2%, korrupsioni 13.9%, zhvlerësimi i erës 4.3%, furnizimi me energji karburante 2.4%, lufta siguria 2.1%, borxhi i vendit dhe i popullit 0.9. Professore, la mia domanda è sui bassi salari e i pensioni bassi e poi anche cioè il basso livello dei salari e la disoccupazione. Cioè, questi sembrano interessanti perché escono anche nel tabellone di prima. Pra po e pyes profesor Vikarin sepse rroga e ulët, pensionet e ulta, papunësia, mungesa e punëve të paguara mirë, duken dy çështje shumë të rëndësishme edhe në pyetjen e mëparshme. Sì, no, è interessante perché është interesante sepse vjetre se kampioni përgjithsisht në të intervistuarit vënë re që është një problem i ndjeshëm, i ndjerë, edhe dikush është një pikë sugjerimi për cili ndoshta që do të fitojë zgjedhjet, në sensin që inflacioni dhe rritja e çmimeve ka prekur çdo, flasim qartësisht janë situata që jetojmë edhe në Itali, kështu që nuk është veçanërisht diskutueshme në atë që shihet në vende të tjera të Europës. Rrogat e ulta është e njëjta gjë njësoj.
mungesa e punëve të paguara mirë, për sa i përket shohim, nëse marrim grupin e personave që kemi intervistuar, për pjesën më të mirë, janë persona të cilët kanë punë, janë të punësuar, që kalojmë nga 30 në 14% interes. Shohim që përgjithsisht në qytete ku vinë edhe grupet e targetuara ka një diferencë të vogël.